ka rrej motrë të marrë mundë mes downtownit zvarë. Të qi motrë. Burë kur. Me ty me gjupe ka, valla. Imagjinoj të këtë gjupin I ka marrë që si ben, mu ka marrë 300.000 euro, se thëmë gje. Ky për që... Tani, këta kuptoni ju ore, Delenxhin. Muhabeti me Jamesin nga qenë kështu. Zotëria këtu, ky zotëria, më detyrohet mua 300.000 euro, jo unë këti. Që ta kuptoni ju të femini. Dhe po kështu është kur e lëshon profe. Jetët që më ka marrë mua, I vuri piqos. Dhe më tha, o vlla, kam ca probleme, a madha dhe më duhet 318.000 euro. E I thash, pse vlla, çka ke bërë? Kam lutur me sinjale. Dhe tani, për mos ta marrë vesh publiku, thot që unë me sinjale thot, po jo po se, po jo po qysh, po jo po tek. O Jamesi, ku I ke lek të sinjaleve, o vllai? Gjo këtu, profe. Tani, profe, t'kena lëshu, po t'kena lëshu kot. Tani do t'kapim prap, do t'lidhë, do t'a presim mjekrën. Do t'a presim mjekrën prap, profe, dhe do t'a japim gjupin. Dale, Jamesi, dale se t'kam len, ke 3 ditë që flet. Vllai, I humbe lek të sinjaleve, të ndihmova, vajte more mielli të doli përzirë, vëlla, nuk të ka mund faj. E kupton? Se nuk të bet brumi pikës metër. E ka përzirë dhe mielli, lëre. Edhe njerë, vllai, se nuk të doli mielli ashtu si duhet, o vlla, nuk do të përgjigjem të rjetën unë tyre. Po kush e puri mielli, përti mielin? Hall kështu na, hall ashtu na. O James, kam vllare, amane, qa ke? E, po të bedhe borxhliu shu. Ore James, nuk kam faj unë vlla, se ti njëre hana sinjali, njëre han 318.000 euro na malli, njëre hana mjelli, ore të kam vllare, o James, ore stabilizo, ore ule 2 tulla, o vlla. Mane, ore ule 2 tulla, re amigo. Shoki, pas e ke malli e bjavon. Ore, ja, erdi daltin me Dani, thot më ka dhe mua 30.000 euro borçtët. Ore James, gjitha ndeke marrë borçët kam vlla. Unë laj borçë shoqërisë mos të piqosh. Unë nuk ju thash një herë mos e prekni nga koka çurin. Dhe mua atë. Pse keni prek nga koka pas ka ik fare kjo valla? Po çfarë ishte që I ikur valla? Filloi një me xhubi. Jamesi. Do të bëj një pyetje. O valla, prit një sekondë. Me gjithë respektin që ka. Prit se ke fol vetëm ti tani. Prit valla, prit. Të lam ke një orë që flet. Një sekondë. Një sekondë se erdhi sinjali. Po vazhdo fol. Okej. Atëherë, ka mundësi të na thosh tani kush ishte ky që kishte vjedh xhupin? Një motër shtrak që ka komentuar aty te ty. Po këtu janë 6 veta valla. Njeri thashun. Ai që aty që vjet I qifsha motrën. Njeri, mos ja them emrin se e them me emrin mbi emër, se ka mall shumë. E njojmë ne. Që ku më ka ndepërtuar mua nga Islanda, ka marrë xhupin tim e ka veshur. Edhe ka ikur dilte në të ftohtin e Islandës. Po pse të lindë policisë xhupin kot, e? Ha? Pse të lindë policisë xhupin kot? Po kur e merr xhupin tim, vlla, të paktën ki respekt për mua, se I bie që ke qash shtëpinë time. Mos prit një moment të tallit trapin dikush aty dhe ti komenton si I zgjuar. E kupton? Kjo është serioze. Po s'mund të rria pa e përshëndetur. Se e përshëndes, nuk është problem. Tani, profe, pse na rri me fotot e? Se s'na jep lokacion? Kena 3 ditë të kërkojmë? Do lokacion? Ne. Do lokacion, e ke seriozisht? Ne hape lokacionin, qa bën këtë si fort, hape lokacionin. A do lokacion, O sigur. Po I që la foto se na duken 2 profe, me një me sigurojnë një dalim 2. Po ta heqë, prit. O karë. Po qa bëndë ty në mes të të gjërave, Allah. Ola, do një lokacion, ja, ola, kush e do në ja lash lokacionin. Zot qunë, zot. Më thot një shok në Vlorë, më thot sile këtu dhe se e pun lekët. E shaka, ola.
O, zoti madhëre. Amante. Jo, kemi shok të mirë atë, kemi shok të mirë. E njëti atë, e një. Ande doktori. E njëti atë, e një. Po ç'a bëhet kështu vëlla, a? Ore, jo këtu profe. Tani them drejtën, profe, prit nxjerrë një muhabet tjetër tani. Por prit mbyll si këto vëlla. Prit edhe me profe kam halltu leksha ata më çojnë live-in mua shok. Pritë shok se janë gjithë lek. Tani, Fabio Lala e futa në live, më tha 20.000 do t'i bia unë, tha. Çare? Okay, 20 tha. Më ka 48 muaj, si do t'jellë 20? Po shoh ç'mu ka mos atë ka ty unë them sot më për vete. Më ka 48.000, jo vlla, kokër më kokër, edhe mi ka pound. Fabio Lala. Jo euro, mi ka pound. Me çaj ka pound, sa lek janë ato? Ha? Sa lek janë ato me lek? Me lek janë diku tek 55 milion lek. Mikael, mos pres lek me na jon. Iku njëri. Tani gjë se mos unë vlla dëgjoj. Unë i kam gjëra drejt për drejta, nuk di ande këtë vlla. Do të themi gjë unë në sy. Tani vlla, kaj shumë doje famën në TikTok këto ditë sa më the aman çfarë do bëjë atë përmend emrin tjetër. Valla s'ka mënyrë tjetër për të marrë lekën mirë. Qeshti. Ore çuna dhe goza që dini, ju mori telefon edhe më tha. Kam vllava e dita që ti tha nuk e ke hallë. Të ngacmoj ty tha përmes emrit të atë s'ka. Ne parë zot, na ka zot sa gjë. Po shikoj video tun, më ka lek borxh. I thash vlla, ka po ore. Po ti vetë më thella kë mua. Okej, thash më hajde prishum më. O profesor, them drejtën, s'ke qenë kaq mashtrues fillim. Ue, po ça bën re James, e? Tani prit dhe një tjetër tani, prit dhe një tjetër, se ti këto basaletët tua si beson njëri, po t'gjo këtu tani. Profe, tani ta marrin vesh neve, se Kaposhi që ka marrë Klevisi është gay. Atëre, Kaposhi që ka marrë Klevisi është gay për arsye sepse nuk i hipën Pulës, po i hipën Kaposhit. Pa një Kaposh ka ku ti hipi? Atë të ka shkruajtur ai shoku im që bëra shaka, thuaj thot. Kush është ai? Po pastaj kem bë. Të shkruaj në telefon? Ma më shkruajti në lart, ty të shkruajti dhe tha bëra shaka, unë jam. Kush është ai? Jo, nuk e them jo. Tani, amigo mio James. I ke pasur punën mbaj, se më the që do reklamoje një biznes të ri që ke hapur. Ka mundësi e çuna se na 1000 veta kë videon e fundit që kam hedhur, është koncerti Gangos, ka mundësi të ma bëni çik replay gjithë. Bravo. Tjetër për atë arredamenti bomb, se ç'a më the vlla, se mbaj mend. Jo, them drejtën o çuna, them drejtën tani me që doli muhabeti. Profi është i vetmi që mi publikon ato videot. Dhe ndaj kam falur, se falë unë te jore. Tani çuna dhe goca që ta kuptoni ju, Kemsi është një ndër çunat më pozitiv të TikTokut, unë e kam thënë. E vetmja gjë që jam përplasur me Jamesin herë se ky uruari perëndis beshon shumë në shoqëri fiktive, edhe i merr gjëra të mirë qena kur dikush i afrohet, dhe sinqerisht beson. Beson aq shumë sa edhe ato lekë që i ka me djers dhe me punë të ndershme dhe me krah, i beson ore të investoj, për shembull se çohet profesori na gjumi dhe thotë o Jamesi po, njohun Abdurrahmanit, i cili investoi 5.000 euro dhe beri 5 milion euro. Ti ke 500.000. Pse si investon ti? Be 50 milion euro për ty ore, jo për mua. Dhe ky uruari perëndis beson. Beson ore Mavria, beson. Beson dhe i fut të gjitha. Tutti quanti. Vetëm atë ka gabim. Jo tutti quanti. Vetëm atë ka gabim. Edhe të gjitha të tjerat është djalë për sëmbari, djalë Flori, e kam thënë kur s'ka qenë, jo vetëm sot që është këtu, që duhet ja bëj çik qefin, e kupton se do kjo puna. Nëse ja çfarë profet, çuna po fusni lek prap kripto, mos u dorëzoni.